Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi, Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale. Miq të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në ekranin e televizionit Apollon. Në fakt, ka disa ditë që ka përfunduar tashmë evenimenti madhështor Shqipëria Shkultur, por ne do të shikojmë çfarë ndodhi, çfarë u zhvillua dhe sa i suksesshëm ka rezultuar, por edhe prioritetet për vitin që vjen. Jemi zhvendosur këtu, jemi pikërisht në zyrën e kryetarit të Bashkisë Fier, të cilin e kam të ftuar në këtë panel. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Është gjithashtu i ftuar rektori i Universitetit Europian të Turizmit, zoti Salvatore Messina. Përshëndetje. Kemi të ftuar drejtorin e Parkut Arkeologjik të Apollonis, Marin Haxhi Mihali. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Kemi zonjushën Rezata Hoxhallari, koordinatore e projektit Shqipëria Shkultur për Bashkinë Fier, si dhe Blerina Koreshi, drejtore e burimeve njerëzore në Universitetin Europian të Turizmit, sot si përkthyese. Përshëndetje. Atëherë, do doja që ta nisnim me ju fjalën zoti Messina. Kemi lënë pas një eveniment, ashtu sikurse unë e bëra një parantezë, pra një eveniment madhështor, i cili si herë të parë pati një sukses në fakt. Si ka rezultuar parë në këndvështrimin tuaj? È andata benissimo. È stato un evento dove i giovani dell'Albania, come ha scritto un giornale, hanno occupato pacificamente Apollonia. Pra evenimenti shkoi mjaft mirë. Unë dua të citoj një shkrim të një gazete e cila thoshte që të rinjt pushtuan Parkun Arkeologjik të Apollonis. È stata una grande festa di 4 giorni dove i giovani sono diventati di nuovo proprietari del patrimonio culturale albanese. Pra ishte një festë e madhe e cila zgjati 4 ditë, ku të gjithë ata të rinj që erdhën nga gjithë Shqipëria u bën padron të këtij parku, pra të pasurisë së tyre kulturore. A questo avvenimento hanno partecipato 1363 candidati e una giuria ne ha selezionati 376. Atëherë, në nivel kombëtar u regjistrua në këtë eveniment 1363 të rinj, ku juria arriti të seleksionojë 376 prej tyre. Questi concorrenti selezionati per la finale di fiere sono dati una bellissima battaglia durante tutta queste 4 giorni di avvenimento. Ku që të gjithë ata të rinj përballën njëri tjetrin gjatë këtyre 4 netëve në Parkun Arkeologjik. E i loro coetanei, gli altri visitatori di questo parco, gli spettatori di questo avvenimento, hanno votato chi erano i migliori con il sistema degli SMS. Të gjithë bashkëpunëtarët e tyre që ishin pjesëmarrës arritën njëkohësisht të bënin edhe vlerësimin e të gjithë këtyre të rinjve për të nxjerrë ata që do të quheshin fitues edhe me anë të mesazheve telefonik. Sono stati accolti in maniera meravigliosa dalla Baschia di Fier. Ata janë mirëpritur, mjaft mirë pra nga Bashkia e Qytetit të Fierit, che ha fatto uno sforzo considerevole, importante per far sì che questa manifestazione potesse essere realizzata così come è stata realizzata veramente bene. E cila bëri një sforzo mjaft të madhe dhe arriti qëllimin që të organizonte një eveniment të tillë. E il risultato è stato veramente meraviglioso. Dhe risultati natyrisht ishte mrekullueshëm. Talmente che questa iniziativa avrà un futuro già annunciato. Dhe suksesi ishte aq i madh saqë ky eveniment do të përsëritet sërish. La faremo ogni anno, sempre con la Baschia di Fier e con gli altri partner di questo territorio, ma anche con le sponsorizzazioni istituzionali dei ministeri per il turismo, per gli esteri, per la difesa, per l'economia, per quelli coloro che devono praticamente contribuire allo sviluppo di questo territorio per il turismo culturale. Dhe natyrisht që kjo do të bëhet ose do të realizohet me anë të Bashkisë së Qytetit të Fierit dhe me të gjithë aktorët të cilët operojnë këtu, duke filluar nga administrata publike, njëkohësisht edhe nga mbështetja që të japin ministritë që i kanë dhënë edicionin të parë, në mënyrë që të gjithë të kontribuojnë për zhvillimin e këtij territori. Noi siamo molto fieri come Università Europea per il Turismo di avere creato questo progetto, di gestirlo con la Baschia di Fier e di far sì che ci sia un progetto pilota di come si può creare il turismo culturale in Albania. Dhe unë jam mjaft i kënaqur që kjo ide e Universitetit Evropian të Turizmit, e cila tani tashmë i përket edhe Bashkisë së Qytetit të Fierit, të mund të realizohet për të thithur pra turizmin kultural. Po.
Zoti Zeqaj, keni qenë një mbështetës jo vetëm institucional i fuqishëm i këtij eventi, por edhe personalisht pra një punë individuale e disa muajve, le të themi. Si e keni parë u arrit apogjeu i fjalës së të rinjve nëpërmjet artit në këtë rast? Po, edhe unë ndjem shumë mirë mbas këtij aktiviteti, ka shumë të madh të rëndësishëm sepse i ka kapur zyrë për masat e përfitërimit tim, besoj se dhe të bashkëpunëtorëve të tjerë. Pra, mendonim më pak njerëz dhe më pak entuziazëm. Ndodhi ndryshe, ka qenë çuditshme për ne, ka qenë ditë shumë entuziaste dhe veçanërisht të rinj që nuk lodheshin, jo vetëm duke ndjekur aktivitetet, por duke i ndjekur ato me entuziazëm. Do të thosha që mas një viti përpjekjesh dhe pune të programuar, patjetër gjithë do të kishte sukses. Edhe unë mbas këtij aktiviteti, veç entuziazmit dhe veç suksesit, mendoj që aktivitetet e tjera së në vitet e ardhshme do të jenë më të suksesshme, më të koordinuara mirë, mbasi ky aktivitet ka qenë një eksperiencë vetëm për mua, por për të gjithë bashkëpunëtorët. Veç programit i gjatë ose dhe të shtjelluar mirë, ky që sukses ka qenë edhe bashkëpunimi shumë i mirë që është bërë për realizimin e këtij aktiviteti. Zoti Axhimi Ali, prej disa ditësh Apolonia vërtet u pushtua nga të rinjt, pati një domethënie më vete kjo për ju duke qenë drejtori i parkut arkeologjik? Para së gjithë asnjëherë duhet të them që ishte një pushtim paqësor. Paqësor në kuptimin e mirë të fjalës, ku të rinj nga gjithë Shqipëria, shumica prej cilëve vinin për herë të parë në Apoloni, asistuan në një eveniment të cilin pajisjet tim do ta quaja më të madhin e organizuar ndonjëherë në të gjithë monumentet e kulturës së Republikës së Shqipërisë. Ndoshta në shkallë kombëtare festivali folklorik mund t'ja kaloj disi aktivitetit që sapo mbyllëm ne, por unë jam i bindur që në zonat arkeologjike ky është evenimenti më i madh që është zhvilluar ndonjëherë në historinë e shtetit shqiptar. Dhe këtu nuk ka Pra pas shumë vitesh histori i rikthehet gjallëria apo jo? Absolutisht. Është hera e parë që ne konstatojmë të ketë një frekuentim kaq të madh sa ç'ishte ky i kësaj radhe në një zonë arkeologjike. Dhe me këtë rast lejoni të them që jemi të entuziazmuar jo vetëm nga interesi i rinisë, sepse nganjëherë duket sikur të rinjt janë pak të larguar nga monumentet, duket sikur janë më të prirur nga zbavitjet, nga argëtimet që lidhen me dëshirat e moshës apo edhe me turizmin e detit. Por jo, kësaj radhe ne pam që ata vërtet kishin motivacion, kishin interes edhe për trashëgiminë kulturore. Dhe kjo është tamam ajo që kërkojnë autoritetet, jo vetëm në Shqipëri, po në shumë vende të botës. Flitet për turizmin kulturor dhe nuk ka mënyrë më të bukur për t'i bërë të interesuar, sidomos të rinjt, sepse ata ishin edhe shinjestra e këtij aktiviteti, nuk ka mënyrë më efikase për t'i bërë të interesuar për trashëgimin se ç'ishte pikërisht një aktivitet si ky që sapo mbyllëm, pra Shqipëria është kulturë. Nga ana tjetër, desha të theksoj edhe një fakt që në thënë drejtën, ne si profesionistë fushës kishim rezervat tona përpara fillimit të aktivitetit, sepse me të drejtë kujtonim se mund të kishte edhe dëmtime. Pra bilanci është bërë tashmë. Dalemi pak më vonë tek dëmtimet, në fakt. Zonjusha Hoxhallari, ka qenë një punë disa mujore dhe nga ana juaj apo jo? Çfarë keni parë si më pikante në këtë eveniment? Unë personalisht i kam ndjekur të gjitha aktivitetet që janë zhvilluar në Apoloni dhe e them me shumë kënaqësi që ky ka qenë një nga aktivitetet më të arrirë të bëra deri tani. Ajo çfarë është pikante, ndoshta është një tërësi gjërash që kanë shkuar dhe kanë funksionuar shumë mirë, që tek afrimi i të rinjve me konceptin e trashëgimisë kulturore, me promovimin e këtyre vlerave, por edhe zhvillimin e aktiviteteve artistike bashkangjitur objekteve kulturore. Unë e shikoj pikante në tërësinë. Po, zoti Mesina,
në fakt një aktivitet I cili jo vetëm se përfshiu të rinj, por përfshiu edhe një sër institucionesh që ju e thatë pak më parë. Do doja të dija, a ka, nëse flasim për institucionet vendore, e përjashtojmë bashkinë e cila ishte një bashkëpunëtore, juaja dhe një inicuese, le të themi. Pra, a ka patur një mbështetje nga institucionet të tjera jashtë Fierit? Dhe sa e keni ndjerë veten lirshëm, le të themi, si në vendin tuaj? Allora, intanto c'è stato, grazie al sindaco che ha messo al tavolo di partenariato tutti I soggetti pubblici e I privati di questa città. Atëherë ka pasur një sër partnerësh që kjo fal bashkisë së Fierit, proprietarit të bashkisë I cili bëri lidhjet, në sa I përket partnerëve lokal. Voglio che sia chiaro un concetto. Il turismo culturale, lo sviluppo locale, non è un fatto di un partito, non è un fatto di un'istituzione. Dhe unë duhet të theksoj diçka që zhvillimi I një territori nuk ka të bëjë me një ngjyrë partijake. È un approccio complessivo, è un lavoro di tanti partner, di tanti stakeholder di questo territorio. Pra është një punë që I takon të gjithë partnerëve dhe të gjithë aktorëve të këtij territori, të cilët duhet të kontribuojnë për këtë territorin. Noi abbiamo firmato un accordo di collaborazione anche con la prefettura, che è stata molto attiva nelle relazioni con gli organismi nazionali. Ne kemi firmosur një memorandum bashkëpunimi edhe me prefekturën, e cila ka qenë mjaft aktive. Con il Ciarco di Fiero. E Qarkun e Fierit njëkohësisht. Che ha accordato la relazione con I soggetti privati. I cili është marrë në marrëdhënie me subjektet private. Con il comune di Dermenas. Ka qenë njëkohësisht edhe bashkëpunimi me komunën e Dermenasit. Con I media partner di questo territorio, tra cui TV Apollon. Me shumë media partnere të këtij avvenimenti, ndër të cilët ka qenë edhe televizioni Apollon. E a livello nazionale con il Ministero degli Esteri, il Ministero del Turismo, della Cultura, della Gioventù e dello Sport, il Ministero dell'Economia e il Ministero della Difesa. Ndërsa në nivel kombëtar kanë qenë 4 ministri që kanë qenë mbështetëse të këtij eventi, Ministria e Turizmit, Kulturës e Mjedisit Sportit, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Mbrojtjes. Chi ha vinto? Abbiamo vinto l'Albania. Pra ajo që ka fituar në të mes është pikërisht Shqipëria. Ha vinto l'Albania perché ha dimostrato che esiste una possibilità di creare un prodotto che non è legato al mare, soltanto al mare. Kjo sepse të gjithë partnerët arritën të krijonin një produkt cili nuk kishte të bënte me produktin vetar. Perché uno va al mare soltanto 2-3 mesi l'anno, mentre il patrimonio culturale esiste tutto l'anno. Sepse turizmi brezjetar I takimi shumë që zgjaset në 2 ose 3 muaj të vitit, ndërsa turizmi kulturor, pra pasuria kulturore qëndron gjatë gjithë vitit, pra është e hapur gjatë gjithë vitit. E io sono contento che il sindaco di Fiere dica che questa è stata la più grande manifestazione, che il direttore del parco dicano queste parole, perché abbiamo soltanto messo insieme quello che già c'era. Dhe unë jam I kënaqur kur dëgjoj kryetarin e bashkisë dhe drejtorin e parkut Apollonis që thonë që ky ishte eventi më I madh, sepse duhet të them që ne gjërat këtu ishin, thjesht u vëmë bashkë për punuar për të gjëra. Po. Zoti Zeqaj, keni bërë një punë të lodhshme dhe do doja të dija cilat kanë qenë problemet që keni ndeshur përpos pjesës tjetër, pra cilat kanë qenë pas kuintat e këtij eventi. Kanë qenë të ndryshme, patjetër. Ka qenë ndërtimi I skenës, skenografia në përgjithësi që duket e thjesht pa me parë, por që kërkon angazhime. Ka qenë pastrimi në përgjithësi I gjithë parkut, në ndërmarrja e pastrimit dhe shërbimet tjera dyqësore, ujë, budim zjarrtiksat, shërbimet e tjera që u realizuan në Apolloni. Unë shfrytëzoj rastin të përshëndes edhe gjithë punëtorët e bashkisë që e morën rreth seriozisht këtë projekt në një frym, në një hap me drejtuesit e projekt punuan për pastrim, për sistemimin që projektit mos simulon dhe asnjë dhe një pjesë e këtyre punonjësve punuan non-stop, punuan 24 orë për ditë të tëra, por përsërisë një herë duke vlerësuar projektin, seriozitetin e tij dhe janë që do të kishte projekti për Fierin, si qytet, për Qarkun e Fierit, se edhe për gjithë Shqipërinë.
Më lejoni të teksoj që ata kanë parë një gjë, kanë parë një sukses dhe besoj gjithë administrata e Bashkisë së Fierit, jo vetëm për një vit, por përqendruar për një ose dy muaj të fundit, do të jetë më angazhuar shpirtërisht për të realizuar më mirë vitin që vjen. Zoti Mesina, kam ndjekur nga afër gjithë epokën zhvillimore të këtij eventi dhe kësaj kam dëgjuar dhe pak kënaqësi. Në fakt këto të fundit konsistonin më tepër tek juria, sepse tham do flasim për suksesin, por do flasim dhe për problemet apo jo. Pra tek juria e përzgjedhur, nuk e di, shumë fjerak, shumë intelektual, fjerak, shumë prurje fjerake, kanë deklaruar se ka potenciale qyteti Fierit, të cilat duke se nuk u përfshin në këtë juri. Po, do të ishim shumë fjerak shprej, ju keni gjurë. Allora, io intanto questa manifestazione è un direttore artistico, quindi io sono la persona meno adatta a parlare di eventi artistici. Atëherë përsa i përket evenimentit ka një drejtor artistik dhe unë për këtë nuk mund të futem në këtë fushë. E in ogni competizione c'è qualcuno che rimane male perché non è arrivato primo. Çfarë do lloj konkursi që bëhet, dikush do të mbetet keq, pra ngelet keq, nëse ka qenë përjashtuar. L'anno 21 saremo qua il 5, 6, 7 e 8 di maggio e prima ci saranno le selezioni. Dhe vitin që vjen ne do të jemi sërish në Fier nga data 5 deri në datën 8 maj dhe do të bëhen seleksionime në Fier. Queste persone che probabilmente quest'anno volevano arrivare prima si ricandidano l'anno 21. Dhe gjithë ata persona të cilat ndoshta edhe nuk patën mundësi të ngjishin eventimentin kësaj radhe mund të regjistrojnë në vitin që vjen. E avranno un'altra possibilità per poter dimostrare che sono veramente bravi. Allora, la giuria è stata scelta dal direttore artistico perché è corretto che sia così. Dhe juria është zgjedhur pikërisht nga drejtori artistik, sepse ishte korrekte që ai të bënte zgjedhjen e tij. 2. Pra këtu po gjejmë një fajtor apo jo? Come? Po gjejmë një fajtor që No, io voglio cercare una motivazione che è questa. Per esempio, personalmente io ritengo che devono esserci più giurati internazionali e meno soltanto albanesi. Ma questa è la mia opinione. Nëse unë do të shpreha opinionin tim personal, unë do të preferoja që në juri të bënin të kishte pjesëmarrje më shumë ndërkombëtare. Perché questa è una manifestazione che l'anno 21 sarà ancora più internazionale. Sepse vitin që vjen ky eveniment do të jetë në nivel ndërkombëtar. Allora io vorrei... juria do të kërkojnë atë nivel. E quindi vorrei che fosse un equilibrio fra i giurati albanesi e i giurati internazionali. Pra do të thashë që të kishte një ekuilibër mes jurisë, ku të kishte mes shqiptar dhe të huaj. Perché come mi rendo conto dal mio punto di vista, attenzione, che per poter giudicare un balletto folcloristico albanese ci vogliono gli esperti di etnologia, di antropologia albanese, per giudicare una canzone rock non credo che debbano essere per forza albanesi. Sepse jam dakord me mendimin, për shembull për ballet folklorike duhet të jetë patjetër një juri nga Shqipëria. Ndërsa për muzikën moderne ose atë rock nuk besoj se është një problem për një juri të huaj të bëjë vlerësime. Pensi questa manifestazione fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni che significherà che tutti i giovani di tutta l'Europa sanno che c'è un appuntamento, sempre in occasione della giornata dell'Europa, sempre a Fier. Pra, mendoni që në nivel ndërkombëtar ky aktivitet do të jetë i shtrirë dhe të gjithë të rinjt, qoftë nga Shqipëria, po ashtu edhe nga Europa, do të dinë që në Fier është një eveniment në nivel ndërkombëtar dhe që ka mbyllje në datën 9 maj, pra në ditën e Europës. E la giornata dell'Europa nel programma dell'Unione Europea ci sarà che esiste questa manifestazione. Shqipëria e kultura a Fier. Dhe në kalendarin e Europës do të jetë patjetër në datën 9 maj edhe evenimenti për Shqipëria e kultura. Che l'anno 21 c'erano qua tour operator da tutta l'Europa per poter creare prodotti turistici specifici per il turismo culturale albanese. Sepse vitin që vjen këtu do të ketë shumë operatorë turistik ndërkombëtar që do të vinë dhe do ta fusin evenimentin Shqipëria e kulturë në produktin e tyre të turizmit kulturale. Questo è l'obiettivo, non soltanto fare un avvenimento che va bene, ma creare un percorso costante di promozione culturale dell'Albania attraverso il turismo culturale. Pra është pikërisht ky qëllimi i këtij eventi, pra të thithim sa më shumë turizmin kulturor dhe jo të bëjmë një spektakël se kush këngëtar apo. Po të falenderoj, atëherë zotja Xhimihali, siç e kuptuam, kemi mbritur tek problemet, tani tek pjesa tjetër. Thatë pak më parë që menduam se mund të kishte dëmtime, nuk pati në mas, në fakt nuk e dim nëse... Ne shqiptarët kemi një fjalë turq që themi dasëm pa mish edhe pa gota të tyre nuk pa zhurmë s'ka.
Problemi është që në rastin e trashëgimisë kulturore nuk kemi të bëjmë me gota, por me gur edhe me monumente antike. Unë nisa të them çfarë që patëm hezitimet tona, mirë po gjatë kohës së evenimentit dhe sidomos mbas tij me kënaqësi konstatuam që nuk u vërtetuan dyshimet tona ose frikërat tona nuk u realizuan për fat mirë. Natyrisht disa dëme të vogla ka, unë do të jem transparent me ju, por ato janë krejtësisht të riparueshme, do të thotë në nivelin e trashëgimisë kulturore, me përgjegjësi e deklaroj se nuk ka patur dëme të pariparueshme, dhe ç'është më e rëndësishmja, edhe ato dëme të vogla që janë konstatuar në bazë të memorandumit që ne kemi me organizatorët e aktivitetit, ata kanë pranuar me kënaqësi të kontribuojnë në riparimin e tyre dhe shumë shpejt. Është vetëm çështje procedurash, do të thotë, administrative, do të fillojmë nga puna për riparimin e këtyre dëmeve dhe ju do të jeni dëshmitar që në një kohë fare të shkurtër ato dëme do të riparohen krejtësisht dhe kështu që jo vetëm që nuk do të ketë gjurmë negative, por përkundrazi, unë jam tashmë jam i bindur që po krijohet një traditë, po krijohet një diçka dhe këtu do të jemi dëshmitar. Është një simbiozë jashtëzakonisht interesante që unë nuk e kam parë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera me të cilat ne jemi në kontakt dhe shkojmë vazhdimisht me kolegë të ndryshëm. Kjo simbiozë midis energjive lokale dhe vizionit internacional të organizatorit, që në këtë rast është rektori Mesina, këtu në Apolloni pati një terren vërtet pra u fitua shumë më tepër se sa. Dhe është krijuar një diçka e cila shumë shpejt do të bëhet baza për një produkt, siç thot profesori, këtë një diçkaje që do të ketë vërtet do të sjellë të ardhmë turizmit kulturor. Dimensionet e Apollonisë. Nuk ishte gjë më të bukur se sa të shifja ata të rinj, tamam në ditën e Europës, në vendin unë kam thënë dhe më përpara, nuk është hera e parë që e them, Apollonia është në ADN në çdo fjeraku. Dhe të kesh, më thënë, këtë lidhje që unë konstatoj midis pushtetit lokal dhe monumenteve, nuk e ka asnjë, është një privilegj që e kemi ne në Apolloni, nuk e ka asnjë monument tjetër, jo vetëm Shqipëri, po në gjithë Ballkanin. Dhe e vërtet që këtu jo është duke lindur diçka, është duke lindur një traditë e cila fare mirë mund të eksportohet dhe të shërbejë si një model. Ne themi, dhe me këtë e mbaroj se u zgjata pak, integrimi evropian. Një nga të rradhat fusha ku Shqipëria ka vërtet se çfarë t'i ofroi Europës është trashëgimia kulturore. Dhe ajka e kësaj trashëgimie gjendet pikërisht në Apolloni. Dhe nuk është rastësi që ky aktivitet u zhvillua atje dhe ju do të jeni dëshmitar që në vitet e ardhshme kjo që filloi këtë vit në 2010 do të vi duke u fuqizuar dhe vërtet që Apollonia shumë shpejt do të bëhet, nuk është gjë e vogël, të figurojë në agjendën e Bashkimit Evropian eventi Apollonisë për vit, është maksimumi që mund të arrihet. Nuk ka brirë turizmi kulturor, nga kjo fillon. Po. Zoti Zeqa ju përmend dhe këtu, por dhe ju e keni deklaruar më parë që do të kthehet në një traditë e përvitshme, por në fakt me sa di unë fillojnë që tashmë përgatitje tratativa për bashkëpunime? Po, ky është takimi i fundit të mbylljes që ne bëjmë, por që ne shfaqemi publikisht. Me ditë me muaj do të takojmë për projektin e vitit tjetër, me qëllim që mangësitë që janë mbërritur dhe gjitha defektet të jenë të eliminueshme dhe gjithçka vitin tjetër të funksionojë perfekte, pa vënë dyshim që ky projekt do të vazhdojë çdo vit. Unë duke qenë se kam qenë në krye të gjitha punëve që ndërtimore së paku, jo artistike, kam parasysh përveç suksesit edhe defektet që do të jenë të programuara për të eliminuar për vitin tjetër, por më lejoni të theksoj edhe për atë që pyeti zoti Mesina, pse në jurist kishte shumë pjera. Kjo është fare pak e rëndësishme për mua, sepse nuk ka të ndisë vetëm tek paneli jurist për të folur për potencialet e kulturës së Fierit. Ato do të ishin të angazhuara në shumë drejtime. Do të mendojmë më seriozisht që në projektin Shqipëria është kulturë të parë që do të përfshihen në drejtime të ndryshme, do të jenë njerëz të kulturës së qytetit të Fierit dhe të qarkut Fierit. Pastaj edhe të tjerë, domosdoshmërisht. Kjo që thash kërkon pak vëmendje nga organizatorët, nga ne gjithë,
me qëllim që poetët të gjejnë vendin e tyre në këtë projekt, jo për dalë në skenë, po kështu shkrimtarët, artistët, figurat që ne kemi në teatr dhe në bibliotekë dhe të tjera. Pra ata do të dimë si t'i angazhojmë në vitin tjetër që edhe ata të ndjenë mirë, mos ndjenë thjesht spektatorë që po ndjekin një projekt, por që japin kontributin e tyre që projekti Shqipëria është kulturë të ketë sukses. Pra theksova, me qenë se ishte vetëm juria u pa, por në qoftë se ne do të kemi më shumë vëmendje, do t'i përfshim më mirë në Kuptohet ishte dhe viti parë dhe e tha dhe zotëria pak më parë. Kam parasysh që Fieri ka goxha potenciale intelektuale si qytet, ose të kulturës, por edhe si qarë. Pra mund të jenë fije ndryshme, malla kasa, njerëz që mund të japin kontribut dhe ta zbukurojnë në një projekt. Po. Atëherë, zoti Messina, dy fjalë për vitin e ardhshëm, për përgatitjet. Allora, intanto cominciamo a dire che questo modello è stato già esportato come buona prassi in un'altra parte dell'Albania. Il 19 di giugno saremo a Leja per le notti bianche della cultura albanese. Le themi që ky model që ne arritëm të krijonim në Fier, do të fillojmë një aktivitetin, pra do të spostohet në qytetin e Lezhës, por do të ketë një emërtim tjetër. Në datën 19 qershor, ne do të realizojmë Nata e Bardhë e Kulturës Shqiptare, dove i vincitori di Albania Cultura saranno ospiti della città di Leja. Ku të gjithë fituesit e Shqipëria e Shkulturë do të jenë të ftuarit e Bashkisë së Lezhës dhe të qytetit të Lezhës. Perché questo modello diventa trasferimento di buona prassi, diventa un modello vincente di come si crea turismo culturale. Në mënyrë që ky model të bëhet shembull se si krijohet turizmi kulturor edhe në qytetet e tjera. L'anno 21 abbiamo già programmato diverse iniziative. La prima è quella che un gruppo per ogni paese europeo e una scuola di ogni paese europeo sarà presente a Fiera dal 5 all'8 di maggio. Dhe për vitin që vjen, pra në iniciativën Shqipëria e Shkulturë, kemi menduar që të gjitha vendet europiane të ketë një përfaqësues, pra një grup këngëtarësh, pra artistësh, dhe një grup nga çdo shkollë. Vogliamo che sia una grande festa della gioventù europea qui a Fiera. Pra ne duam që të jetë një festë të rinjve këtu në pranë të qytetit të Fierit. Inviteremo degli operatori turistici che sono specializzati nel turismo culturale e nel turismo sostenibile da 12 paesi europei per poter creare prodotti turistici specifici su Fier e sull'Albania. Dhe natyrisht do të ftojmë edhe 12 operatorë të tjerë turistik pra nga vendet europiane në mënyrë që ata të krijojnë produktin turistik në qytetin e Fierit, në mënyrë që Fieri dhe gjithë Shqipëria të vihet në qendër të produtteve të tyre. Creeremo una portante di comunicazione, uno strumento di comunicazione costante per poter informare mano a mano sugli avanzamenti di questa nostra macchina organizzativa. Dhe natyrisht do të realizojmë një mënyrë komunikimi e cila të jetë e hapur për të gjithë ata në mënyrë që të dalin hapur të gjitha hapat që ne do të bëjmë dal nga dal përse për këtë event. E tutto questo sarà possibile grazie all'amministrazione comunale di Fier, a tutti coloro che hanno collaborato, ma se mi permettete anche particolarmente agli studenti e ai docenti dell'Università Europea per il Turismo e a Blerina Corresci, che come coordinatrice della nostra università per questo progetto hanno fatto un lavoro veramente encomiabile. Dhe natyrisht ky eveniment do të bëhet me mbështetjen e Bashkisë së Qytetit të Fierit dhe me të gjithë aktorët e tjerë, dhe nëse ju më lejoni, do doja të falenderoja edhe të gjithë studentët dhe të gjithë pedagogët e Universitetit Europian për Turizmin që dhanë kontributin e tyre për realizimin e këtij eventi. 65 studenti della nostra università sono stati impegnati in questo progetto. Sepse kanë qenë 65 studentë të universitetit tonë që kanë qenë të impenjuar për këtë eveniment. 43 docenti universitari sono stati impegnati nella conferenza internazionale. Dhe nga 23 profesorë të universitetit tonë që janë marrë në konferencë ndërkombëtare. Questo vuol dire che quando l'Albania vuole mettersi veramente a fare qualche cosa, si può fare. Dhe kjo do të thotë që nëse vërtet Shqipëria do të bëjë diçka, ajo mund të dalë. E questo è secondo me un messaggio molto positivo per l'Albania, ma anche per l'Europa, per dire l'Albania è credibile, fa cose serie, partecipiamo all'Europa in maniera seria. Dhe ky është një mesazh mjaft i qartë që do të shërbejë jo vetëm Shqipërisë, por edhe Europës, ku ata të kuptojnë që në Shqipëri vërtet bëhen gjëra serioze. L'Università Europea per il Turismo è particolarmente lieta di avere creato, dopo un anno e mezzo di lavoro con il laboratorio aperto di Apollonia, questo primo risultato. Dhe Universiteti Europian për Turizëm është mjaft i kënaqur që arritën të realizojë pra në qytetin e Fierit, konkretisht në laboratorin e tij të hapur në Apolloni, të lloj evenimenti. Mirë, atëherë s'më mbetet gjë tjetër, verse t'ju falenderoj, po? Që jemi të falënderime, do doja të shtoj edhe unë dy fjalë. Unë
Duhet të falenderoj të dyja palët, kryetarin e Bashkisë Fier dhe rektorin e Universitetit Evropian për Turizmin që më besuan mua koordinimin e këtij projekti për Bashkinë Fier. Për mua ishte një eksperiencë që besoj të më vlej jashtëzakonisht shumë në të ardhmen, por gjithashtu duhet të falenderoj të gjithë administratën e Bashkisë Fier, kam qenë kontakti me ata për gjithë punën që kanë bërë, të palodhur në veçantë dy drejtorët e Bashkisë Fier, zotin Evangjel Ndreko, drejtori i pasimit dhe zotin Edmond Leka. Edhe ne ju falenderojmë dhe juve. Falenderojmë kryetarin e Bashkisë që na lëshoi dhe ambientet në dispozicion. Le të shpresojmë që viti i ardhshëm të jetë më i suksesshëm, pra Shqipëria është kulturë të rrezatojmë në dritë. Le të themi të rrezatojë dhe dritë në qytetin antik të Apollonisë. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Bashkë mirupafshim. Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi. Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale.